Njome? Hajde, tregoj çik çak i veshur kështu. Rrotullohet çik. Po rrotullohet dhe kjo. Oh, ra. Riu dhe një. Ha, rrotullohet tash? Po. Shumë bukur. Wow. Ato do marrësh ti? Dalë. Një shrejkën po. Ku? Këtë do marrë. Pa. Po sa të lumë, po sa të lumë. Po dalim vetë. Po dalim shetit. Pa qojmë lek. Amelie. Oh, Amelie. Kush erdhin? Oba. Po shpirt. Këtë. Hadi babuş. Emir. Tani? Dalun? Jo. Jo? Spaghetti. Spaghetti. I like your Spider-Man. I like your Spider-Man. Provuaj çik flasë.
Hajde tash. E hap mam. Jo. Si e ditë vendin e saj ai. Që e ka këtu vendin. Ego fare. Opala. Tira këtu. Estash. Alo. Mamma. Ha. Andy. Përshëndetje goca, si jeni, si po kaloni? Atëherë, hapa videon tani për t'ju treguar pak se çfarë blem te Zara, duke qenë se ju mora me vete tek Zara. Dhe ju tham të gjitha këtu. Atëherë, si fillim mora jeanset. Janë ky stili që unë po vesh kohët e fundit, se gjithmonë i kam veshur kështu të ngushta. Këto ishin duke 36 euro, po unë i mora me skonto, këtu nuk qëndron skontoja, diku te 18 euro bën. Pastaj të këmishën, e parë besoj veshur, duke se kam bërë një video të shkurtër, ishte shumë e bukur. Dhe kjo me skonto, nuk po i vesh tani, do mi shikoni kur t'i vesh gjatë videove të tjera. Ishte 20 euro me 20% skonto. Fakt me 50 ishte, me 50, ku qëndron të 20, kishte vajt me 50% skonto. Pastaj është kjo bluzja kështu, që kam lërë gjitha goca në fakt, me këto lidhjen këtu për para, dhe është e hapur këtu, prandaj mora dhe një kanatiere në këtë ngjyrë, kanatiere me rripa, se në plazh është okej, po ta veshësh kështu për dita sigur s'ka lezet. Dhe mora këtë kanatieren kështu që ta vesh poshtë të thjeshtat. Qa mora tjetër? Mora dhe një këmish tjetër, kjo ishte gjithashtu me skonto, është kjo lidhja këtu, shumë e lezetshme këtu te mëngët, 15 euro me 50% skonto. Pastaj, si ajo kanatierja prap një tjetër, këto kanatieret janë nga 9 euro. Pastaj kam marrë të fustanin, kote mora këto, nuk e dhe ta vesh në herë, po jo. Tip dhe lezetshëm. Dhe kjo, diku te 17 euro, 18 euro me 50% skonto. Të të lezetshëm, nuk ta tregon të barkun. Edhe pse unë jam dobësuar më në fund, kam shkuar te kilet që isha para se të ngelesha shtatzania 2, edhe mbajtëm qik dietë të fort, nuk ua këshilloj të interval fasting, por që unë e bëra dhe rezulton me sukses. Nuk kemi në një gjë për gocat, jo këtë, po, dhe këtë, kjo është për Amelin, një kostum. Po jo, këtë e morëm në supermarket. Po. Jo, po. Po. Këtë e morëm për Amelin. Ishte edhe kjo me skonto, nga 9 euro me 30% skonto, për në llogarit vetë. Këto janë syzet, i bëra legjen të syzet, sepse më kanë humbur 2 palë syze, një palë Gucci, një palë Dolce Gabbana, që ndojtën 3 muaj me mua dhe tani besoj i ka dikush tjetër. Nuk besoj se i kam humbur, unë s'para humb gjëra, por mendoj se mi kanë marrë. Por gjithsesi, ky është faji im, nuk është faji atij që i ka marrë.
ai që i ka marrë atë punë ka. Kështu që morëm të tjerat, po mi vodhën edhe këto, unë jam betuar nuk blej më syze të shtrenjta, edhe pse po mendoj të përdor ato të lirat që kam aty, edhe se jam dëmtuar pak, përdor ato për në punë, se dyshoj se mund të miken marrë atje. Dhe shikojeni pak se si janë këto, a më shkojnë, a nuk më shkojnë, më keni parë syset e tjera apo jo. Në qoftë se më keni parë më thoni kush model më shkon më shumë. To janë kështu miu, janë pak të shtrenjta, po fundja fare për çfarë po punojmë. Unë nuk para blej gjëra të shtrenjta, dhe tek Zara blej shumë rrallë, 2 herë në vit ndoshta, në qoftë se. Ose blej në qoftë se nuk jam shumë e shëndosh. Në qoftë se jam e shëndosh, unë nuk blej asnjë gjë, edhe s'kam gjëra të mëdhaja. Në qoftë se do psohem pastaj problem, duhet të blejmë sa më shumë rroba. Shikojeni pak këto. Nuk e di pse kanë kështu si një pluhur. Unë tani jam përgati për punë, jam turni tyt, edhe për gjitha ju që nuk e dini, unë punoj në spital, punoj me bebet e vogla, tek pavioni postpartum, kështu nuk e quhet në Shqipëri, këtu quhet Wochenbett stacion. Edhe është një punë e bukur, e lodhshme. Është pavioni ku nëna rrin minimumi 2 ditë. Pak në këtu në Gjermani rrin 2 ditë pas lindjes, edhe normal, edhe me operim. Mund të rrinë edhe më shumë, po me rregull është 2 ditë, derisa të bëhet vizita e dytë e bebit. Edhe kështu puna. Tjetër çfarë do ju thoja unë, ne nuk kemi postuar prej 1 muaji, dhe po më duket çike çuditshme që po filmoj tani. Besoj ndihet edhe nga zëri im që kam qenë sëmur. Si fillim u smur Ameli 1 javë, pastaj u smur Melodia ja 3 ditë, pastaj u smura unë. Kam qenë tërkohë në punë sepse këto muaj kam filluar 75%, turnet të dyta dhe turnet të treta. Edhe nuk kemi pas as kohë, po as mundësi, duke qenë se dojmë të bëjmë video radhë, sepse do ikim me pushime në Shqipëri. Kështu që besoj videoja tjetër do jetë në Shqipëri. Dhe deri atëherë shifemi, unë tani do nisem për në punë, ju uroj një ditë sa më të bukur.